do të flasim për një temë tjetër. E them që në këtë moment të temën, sepse shikoni edhe numrin në ekran, mund të bashkoheni me ne. I ftuari im që do ta prezantoj tani më ka thënë që jam i hapur natyrisht për çdo lloj pyetje që ka të bëjë me temën dhe me profesionin e tij. Jam duke folur në këtë moment sepse me mua është në studio, siç do ta shikoni pikërisht tani, Blend Bytyqi, fizioterapeut i njohur në Kosovë, që unë duhet t'i jap në këtë moment mirëseardhjen. Të kemi shkëputur nga puna, më trego drejtën. Faleminderit Maksi, e organizojna. Organizoni, Do të organizu. Po ndërlidhe me artin, çdo mjek që punon me dur është një artist i madh. Është një artist i madh, Po pa muzikë, pa muzikë të ndihmon muzika. Dhe me qenë pjesë kur kam qenë student, kam hyrë shumë në operacione me kirurg ndryshëm, se kam dashur me mësu ma shumë për trupin. Edhe më ka ra shpesh me pasë shumë pej ty në operojnë me muzikë. Me muzikë? Është shumë interesante kjo. Mirë, do më ndihmosh mua tani pa muzikë, por nëse dëgjohet në një lëvizje karike, vetëm pak ta afrosh më afër, sepse dua që këshillat e tua ti marrin mirë parasysh edhe ti dëgjojnë mirë edhe dëgjuesit në radio, por edhe teleshikuesit tanë, tani është më mirë. Besoj se Ariani nuk do më bërtas tani, sepse ka fokusuar dhe kamerën shumë mirë regjia në këtë moment. Por dua të dëgjojmë edhe shumë mirë, pasi tema që do të trajtojmë sot, natyrisht ka të bëjë me qafën dhe krahun, vlerësimin dhe trajtimin fizioterapeutik, këtë fjalë që unë e kam mësuar pak më ndryshe, por gjithsesi duke parë sa informacione Blend, se unë lexoj nga një herë, me thënë drejtën, ti do na japësh ato praktikat më shumë përveç se do na flasësh, po shikoja që sipas një informacioni, dhimbja e qafës thuhet që mund të jetë një gjendje dobësuese që prek miliona individ në mbar botën. Këtë si informacione nuk e kisha, është e vërtet? Është shumë e vërtet kjo. Bile është një prej pa aftësive në thojza për thëmë në mjekësi, është dhimbja e qafës edhe shpinës. Mund është lërë që me thonë si pas statistikave mas shumë të njerëzi prej kjo. Mas shumë ti? Po. Dhe kjo vjen nga? Kjo është një pyetje shumë e gjanë. Shumë e gjanë. Është shumë faktor, është gjithmonë multifaktoriale. Nuk mundëm asnjëherë me thonë, kjo është faktor në e bën. Po. Zakonisht në klinik, si punojmë ne, e bojmë një vlerësim klinik që me ditë sakt nga vjen, edhe pastaj përpilot një plan i trajtimit. Po në përgjithësi mundet me pas bazën strukturat e qafës, mundet me pas nga qëndrimi i dopt, pej mos aktivitetit fizik, pej stresit, pa gjumësisë, edhe gjendjeve tjera shëndetësore që asnjëherë nuk është mirë me i përjashtu. Janë shumë pacientë të tillë që vijnë të ti pikërisht për këtë problem? Po, është një prej problemeve që muj me thonë që mas shumë të e shohëm klinikën, dhimbja qafës dhe shpinës, pa dyshim. Ja, jam munduar, më tregoni regjia nëse nuk funksionon ndonjë gjë, okay? Se po më thonë regjia duhet ta ngrimë pak volumin. Tani besoj se është mirë, Arian më konfirmon. Mirë është tani, okay. Në rregull. Pra është një problem shumë i madh. Nuk të pyeta si nisë vitin e ri, me punë nisë vitin e ri apo? Po, është fatkeqësisht na nuk kena mujt me pushu shumë se kur e nisë për shembull ditën e parë me një, mos më thuaj me një janar. Kemi pas me konsultu për arsye se trajtoj shumë pacienta prej diasporës, dhe ata e kanë kohën e kufizuar, unë gjithmonë i respektoj se marrin rrugë gjata për më na pa neve. Edhe më vjen keq me i thonë, okay, këtë ditë nuk punoj. Do me thënë, nga diaspora leni termin edhe kur vini me pushu, kanë ardhe për zgjedhje. Kanë ardhe edhe për vitin e ri dhe thonë do shkojmë tek Blendi, Po, vinë shumë pej diasporës edhe për atë arsye 10 janari në klinikën tonë nuk pushojmë. Fatkeqësisht. Nuk pushoni? Jo, nuk pushojmë. A di pse të pyeta këtë si e nisë, se në fakt viti i ri nisi në vendin tonë edhe me këto problematikat e shirave, më pas borës, acare që krijojnë edhe këto aksidente, rrëzime ka pasur? E vërtet, ka pas aksidente tilla shumë. Po gjithmonë duhet me siguru në pacientin, kur të vjen pas një aksidenti, na e bojmë një vlerësim të saktë. Edhe i bojmë gjitha
ekzaminimet mjekësore që dohet, edhe në rast se i përgjigjet trajtimit me fizioterapi, në punën tonë ai pacient fillon fizioterapin. Edhe shumicën e rasteve këto raste rehabilitohen shumë mirë me fizioterapi. Rehabilitohen shumë mirë. Po. Më thuaj drejtën, a është dikush që i vjen marrë, për shembull, ka rrëshit, është rrëzum, më ka ndodhur dhe shkon tek fizioterapia, në rast se nuk tregon. Thot kam pasur një aksident tjetër. Në Kosovë, moj me cekë që unë moj shënime për çdo pacient. Ne duhet të dish edhe arsyen me ka ardhur. Edhe kam shënime të pacientëve që kur e kam pyetje, kam marrë një përgjigje tjetër ma vonë, për shembull gjatë trajtimit. Se pacientat në Kosovë nuk po mëj me thonë, ashtë edhe në krejt botën, po kur t'ju pyet, të mjeku doni me shku të përgatitun. Të më thonë, edhe në aspektin psiqik, edhe në aspektin... du të tregoni të vërtetën nga ka ardhur. Po sidomos në aspektin organizativ, sidomos nëse keni smundje tjera, po ju bëj lutje pacientave, gjithmonë edhe mjeku e ka obligim me ju pyet, po edhe me ligj jeni të obliguar me nda historinë tonë mjekësore me profesionistin shëndetësor. Jeni të obliguar edhe me ligj. Mjeku në mbron ligjin nëse pacientin nuk e tregon të vërtetën këtë rast, edhe pse nuk jam ekspert i fushës ligjore, po pacienti nëse i dëmtohet shëndeti, ata kush e mbron. Për atë arsye, organizojeni kohën, organizojeni dokumentat mjekësor që i keni. Edhe ju nëse mendoni që nuk janë relevante, atëherë ato duni me i pas të gatshme dhe të qashme për profesionistin shëndetësor i cili ka me punu me juve. Se shumë shpesh më ndodh pacienti thotë, nuk e pas na ditë që duhet këtë dokument, mendon që nuk lidhen smundjet me njëra tjetrën, po pa tjetër që duhet me shku të mirë këtë organizum. Unë si një koqire i mirë kur kam tëftuar i pyes a ke pi kafe, Blendi nuk ka pi ende kafe, madje më ka thënë që i beson kafës kolegës ime, dhe tani më kujtua që duhet edhe njëherë, do të asillim kafën, mos o mërzita, dhe në fund të programit pa diskutim. Kusht e kemi kafën? Po, pikërisht, më the kafe, madje the edhe qaj. Okej. Pa diskutimin bajmë shumë mirë, sidomos mjekët, doktorët na duhen. Okej, miqtë dashur, shikoni dhe numrin plus 38344 900 021 nëse keni një pyetje në lidhje me temën tonë, sa kemi edhe fizioterapeutin këtu, Blend Bytyqin, ta shfrytëzojmë se kush e di, na jep në një këshill shumë interesante. Po, me qartësu, Maksi, kur gjë nuk e ndrën ekzaminimin klinik që bëhet në ordinancë. Po nëse ka dikush pyetje, ju lutem shkurt, qartë, shpejt edhe me nda edhe ekzaminimet e mjekëve tjerë që janë bëhet, domethënë në pika të shkurta, të sakta. Mos na tregoni nga aja deri në zh si u rrëzuat e ku ta di unë, nëse sa ndodhi, por asgjë nuk e ndron ekzaminimin klinik. Dhimbja shumicën e rasteve nuk është serioze, po ka raste kur është serioze. Dëgjoj, ne doktorave ju konsiderojmë pak edhe si psikologë, duhemi t'rregu çdo gjë. Është e vërtetë. Mendojmë sikur marrim edhe mbështetje kështu emocionale. Maksi, në popull qëndron një fjalë, mjeku të shëron me fjalë, edhe kjo fjalë nuk ka lind rastësisht, mendoj. Është e vërtetë që ne kemi nevojë dhe është pjesë e terapisë, sidomos në aspektin ton, aspekti psiqik. Bile është i lonën shumë anash të na. Kjo, ju kur shkonit e mjeku doni me dalë ma mirë, jo ma të nervozum, jo ma keq, jo ma pa shpres. Mirë, do shkon tani dikush na pret dhe presim përshëndetje. Mirë dita, mirë mëngjes, si jeni? Mirë mëngjes. Cila është pyetja? Kam pas shumë dhimbë të në krah. Kam mjekët të kam lidh ujë. Kom më pa marrë një fuziona, borna më ka largu, po petan e më ka rrugë dhimta, po nuk gudzoj tash, kam marrë edhe injeksionin në krah. Me fizioterapeut e kam zbulu dhimtën që kam krahën, keq.
Tash nuk guxoj natën me flajtën krah. Pa ke probleme me gjumin. Po. Kjo është pyetje. Faleminderit shumë. Tani e merr përgjigjen. Okej. Pacienti tipik është kë. Do më thonë, është trajtu sakt nga ortopedi, po pastaj nuk është bo në ndërhyrje e mirë pasi është zgjidh problemin në aspektin mekanik. Sa herë që të merë në injeksione, barna, doni me bo pyetjen a është trajtu që shkaktari që e shkaktaj këtë problem, a jo. Për ndryshe kena mu kthy me një cikël trajtimit barnave, edhe pse nuk e kemi saktësisht historinë mjekësore të pacientit, këtë rast, se ajo kish me qenë shumë e rëndësishme, po duhet krahut me e kthy stabilitetin dhe me largu arsyen pse është ardhur kjo ajtme, pse çka nuk po përballon krahut që po ajet pra. Kjo është përgjigjja mirë, ka të tjera telefonata, e presim në këtë momente. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta, ju përshëndes juve në studio. Faleminderit. Pyetja. Unë kam një problem me krahun e djathtë, jam 49 vjeçare. Po. Dhe kam shku te ortopedi, më ka thënë që duhet me marrë një injeksion blokad nëse kam kuptuar mirë. Por unë nuk kam guxu me marrë atë injeksion, ama ka shumë problem kam. Nuk ka qitë kështu kush farë terapie me përdorë, më ka thonë e vetëm jam mënyrësh ajo me ta ndalu dhimbjen. Nuk më me plejt në krahun e djathtë, kam therrje shpesh herë, filxhanin nalt më dhe më bish botull. A keni çdo lëvizje të bllokuar apo vetëm disa pika specifike? Vetëm kur e ka gjoksi, kur e zgjas krahun, për mbrapa kur du me i tubu flokët, edhe kur flej në gjumë, edhe pesha trona me bu me qu, vetëm filxhanin më thirë, edhe më shkon dhimbja ka qafat e veshën e anën e djathtë. Edhe lëvizje tjera janë në rregull të krahut, veç e lëvizje specifike nuk është. Okej, në rregull. Pacient janë fjalë, edhe kjo pacient shumë e shpesht në ordinancën tonë, kështu si rast i përgjithshëm jo. E si moshë si të duket, moshë e re 49 vjeçare? 49 vjeçare për atë e pyeta se a është në çdo lëvizje krahi bllokuar apo vetëm lëvizje specifike. Këtu e bënëm diferencimin mes sa ka ndonjë problem që është blloku kapsula e nyjës komplet, edhe në këtë rast ish përgjigj shumë mirë trajtimet, po pacientja duhet me marrë shumë parasysh që e përmendi dhimbjen deri në vesh, edhe për që ata e kena zgjedhët dhimbja e qafës dhe krahut. Në këtë rast e përmeni pak djegjen, e përmeni dhe simptomat që mundën me pas edhe aspekt neurologjik, edhe patjetër që ish dashur me bënë një ekzaminim duan shtyllës korrizore të qafës në këtë rast, për me pas në ekzaminim të kompletuar. Shpeshherë kur kemi mjekun në studio, mua dhe Meritës në thonë, sot nuk është Merita, në thonë që a ka mundësi të mos flisni ju shumë, të mos bëni ju shumë pyetje, kështu që ju tani e keni në dispozicion këtë minutazh. Kemi një telefonat tjetër dhe urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju. Shëtësimi, pyetja. Jam një dëgjues i rregull, nuk është hera e parë që po flas me këtë terapeutin. Po. Me vuj për ishjasit kronik. Kam bërë CDR dhe kam punuar gjerën para pak kohë, ashtu me dhimbje me sen. Dhe tani dhimbjet që kam pasën para një vite, ose para 6 muajve edhe në kohën e fundit, ato anën me për trup. Por me këshillat e mjekut të fundit që kam kontaktu. Alo, po dëgjojmë? Po dëgjojmë. Faleminderit. Sidomos doktori po dëgjon shumë mirë. Po, me këshillat e fundit me neurokirurgun, ai më ka preferuar që të përdori vaj të farës së zezë dhe me diklofen, me po unë po du më i shmangë, sidomos të diklofenit, në bashkëmëris prej barnëve, nga se kam skuqe në qepove të syve.
Me po pyetja konkrete është tash mbase dhimbjet po lëvizin herë në krahun e djathtë, herë në të majtën, herë në gjuj, herë në bel. Tash problemin më të madh e kam me legjen. A janë më të mëdha në mëngjes apo natën dhimbjet? Sidomos kur çona në mëngjes, aq I bllokuar se që ideja më të vogël nuk e. E kur çosh me hec, a përmirësohet kjo? Tash, për shembull, nëse pyetja konkrete është kjo. Po, duam pyetin, të lutem, se do kemi një lidhje live me kolegën time që është një temë aktuale. Dua me njëherë pyetjen, ta kemi, më pas japim përgjigje. Po. Pyetja është, për shembull, nëse ecin 50-100 metra, filloj të shku tu bloku. Por nëse bëj një pauzë, 1 minutë, 2-5 minutë, atëherë fillon pak një farë shkarkimi I dhimbjeve, edhe kështu gradualisht. Mas një ore, për shembull, hecje, filloj pak me një vetë më mirë. Mi po, kur e kuptuam. Të sajnë kohë, shfaqen dhimbjet të mëdha. Zotëri, faleminderit shumë, besoj se na mirë kupton edhe Blendi, mbajmë mend pyetjen të lutem, nuk na ka ikur Blendi, Kemi edhe çështje politike, kemi edhe vizita Blend. Të rëndësishme janë. Po, shumë të rëndësishme. Kemi mbetur tek zotëria që pak më parë më duket, nëse nuk gaboj bekimi, ishte që na ke mbajtur mend, besoj. Vlerësim I duan I pacientit, kështu për me qenë profesionalisht të saktë. Pacienti përmendi disa simptoma që duhen për vlerësim mjekësor të saktë klinik. Dhimbja që lëviz, këto do të me identifiku se çka është, edhe që kjo ngurësia e madhe në mëngjes, do të me identifiku çka është. Përndryshe, me siguri është rast që lidhet pak edhe me ngushtimin e kanalit spinal, se përmeni që mundet me hec, ullet pak me pushu, tani mundet me hec prap, këto janë simptoma tipike të pacientave që kanë edhe stenozë lumbale, është ngushtim I kanalit spinal ku kalon nervi. Edhe këta pacienta kur të ulën edhe përkulën pak, e ndjejnë një lirim shumë të madh të simptomave që I kanë. Edhe kjo është bashkë me stenozë lumbale. Kështu që duhet më bu një vlerësim shumë I saktë, e përmeni terapinë që e merr pacienti, jo veç kjo terapi, po të shumica e terapive të problemet që janë të këtij lloji muskuloskeletor. Terapia është diçka e përkohshme, nuk është ajo zgjidhja, është ndihmës, është vetëm të ndihmon përkohësisht, nuk mundesh me e shëru pacientin me bona, po flas për çdo probleme specifike. Se kemi smundje tjera metabolike, inflamatore, që I kanë fazat e tyre ku barnat edhe terapia janë kritike në këtë rast. Po, të problemet se këto fatkeqësisht janë vetëm ndihmesa fat shkurt barnat. Zotëria tha që keni komunikuar, ka qenë kemi qenë në studio. Në studio, besoj që. Kështu që Blendit nga diaspora vjen, kështu që vizitoje. Shkoje, takoje natyrisht edhe të jep besoj të tjera detaje më të rëndësishme. Mirë, po shikoja ka shumë telefonata në këtë moment, po e presim telefonatën, ka dhe mesazhe gjithashtu. Përshëndetje. Mirë dita, iku. Ishte një e pedhe ti ndërkohë. Po, më nësh me lexu, se nuk pesha mirë. Jam një paciente, jam bërë operacion prej xhirit. Ky mesazh ishte që do duke edhe shumë interesant në pyetje. 3 herë thotë, si gjondrëm kanë hek, po jam me teston? Çfarë është? Apo tension? Është teston apo ndoshta ka mendu për tension. Me çrregullim, me tension ndoshta, me çrregullim thotë të ritmit të zemrës në një anë të krahut, nalt të qafa, më rrin thotë ajt, kam qenë te mjeku, po askush se ka gjet ku është problemi, për çapo më rrin ajt thotë dhe dhimbja dhe dora më ajet nganjëherë. Ky është për rasteve ku ndërhyrja fizioterapeutike duhet me qenë ekstremisht e kujdesshme, jo pa bashkëpunimin me mjekun që e ka operu gjinën, nuk e di se sakt çfarë operimi ka qenë, ajo duhet më qartësu fillimisht. Fillimisht duhet me pas
qartësimin edhe pe kardiologët edhe pe kirurgët torakal që operon në gji këtë rast. Në rast se këta dy mjekë thojnë që nuk ka kontraindikacion për fizioterapi dhe në aspektin e tyre është paciente pastër në aspektin e flamujve të kuq që i përcjellim ne në fizioterapi. Ky është një prej rasteve tyne. Tensioni e ajtmja pas pjegueshme, historitë më hershme të operimeve, ky pacient domosdoshmërisht na vyn me bashkëpunu me mjekun e saj. Pastaj mundet me orë në fizioterapi jo për trajtim, për vlerësim, se nuk vjen fizioterapi për herë në parë kërkosh për trajtim me njëherë, po çdo herë vjen për vlerësim. Pastaj mundet me orë të na për vlerësim edhe i tregojmë se a zgjidhet problemi i saj me fizioterapi apo kërkon një konsult tjetër mjekësore. Siç më lindi një pyetje në këtë moment teksa po të dëgjoja, ndodh ndonjë pacient të vinë në klinikën tënde, përdorim të shprehim me mjekun paraprak dhe për të parë dhe për të ka ndodhur ndonjëherë dhe a duhet të ndodhe kjo për shembull, qoftë edhe ti të shkosh në çfarë sensi makse për shembull duke parë në këtë rast, isha duke dëgjuar për këtë operimin që ka bërë tek xhiri, më pas ka kaluar kjo ejtja. Po, absolutisht unë jam në kontakt me shumë mjek. Fizioterapia nuk është fush që nuk kërkon bashkëpunim me mjekët e tjerë. Absolutisht, na jemi çdo ditë në kontakt me ortoped, me kirurg vaskular, me kardiolog, me radiolog, me neurolog, me neurokirurg. Këta janë shokët tonë ngushtë në praktikën tonë përditshme se pa ta nuk mundemi edhe ata nuk munden pa neve, se pacienti përndryshe vetëm e merr një shërbim ose një intervenim që prap nuk kish me mujt me pas sukses pa fizioterapi. Mjekësia kërkon shumë bashkëpunim interdisciplinar që e quajmë na. Duhet të jetë kështu. Po. Do të presim dikën tjetër, përshëndetje. E kon me prita. Po tani ke pritur disa minuta, kërkojmë falje, po shpjegonim disa gjëra të rëndësishme. Me kë jemi duke folur, cila është pyetja? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Më falë vesh një minutë, ju lutem. Jo, një minutë është shumë për neve. Alo, përshëndetje. Jam një paciente, më dhem gjithë qopa, midisi i shpinës këtu, krohi majt, edhe këtu nërbri këtu më dhem, edhe tash që një javë ditë edhe koma e majt për fundri, në zetë e kam shumë. Gjitha simptomat janë tonës të majt? Tonës të majt e kam krohun edhe dorën e majt. E koma është nonën e djathtë. Edhe nonën të majt, nërbri këtu, nonën e majt e kam një dhimë. A ke pas mundje tjera? Po, kam 3 stenda, zamër, shiqere, tona i kam. Okej, në rregull. Faleminderit, urojmë shëndet. Edhe kjo është rast që mundet më përgjigj shumë mirë trajtimit me fizioterapi, po edhe rastet që janë të mosha, intervenimet ndryshme, tash nuk e kemi pacientin këtu, po do të më vlerëson këtë rast se apo vjen. Si e shpjegonte, sikur po ta shpjegonte kështu ballë për ballë, Po, e vërtet. Do të më bëj qartësimin a janë këto simptoma muskuloskeletore apo po vijnë prej tjetër çka, dhe padyshim që trajtimi me fizioterapi funksionon këtë raste, vetëm pasi të sigurohemi që simptomat janë të ardhur prej qafës, prej muskujve, prej nervave dhe jo prej zonave tjera. Nëse nuk ka qenë mëti te kardiologu, nuk është që nuk bën me bëu një vizitë para se me orë në fizioterapi, që me pas historinë mjekësore të saktë, edhe kur të vjen të na e bëjmë një vlerësim të këtyre strukturave, e shohim se çka mundemi me bëu, dhe është problem që trajtohet me fizioterapi. Një pyetje që ti ja bëre, më bëre mua shumë kurioztat bëj të pyetje. Pse i the të gjitha këto vijnë nga njëra anë, nga ana e majt? Po, për arsye se
Tash, nëse gjitha simptomat i kemi njënën anë, na nuk e kemi pacientin për vlerësim neurologjik, këtu, është dashur me bëni një vlerësim neurologjik, me pa po vjen, mos është një smundje që na në mjeksi e quajmë qendrore. Po nuk besoj që që mos të friksojna pacientin pa nevojë, po për arsye se janë në telefon. Ishte kureshtja ime në fakt. Është ka raste ku patjetër që simptomat mundën me pas bazën edhe dikon tjetër. Jo domosdoshmërisht veç në muskuj, neshna ose në naza, domethënë trupi është pak më i komplikuar se që nuk është i komplikuar, po duhet vlerësim i sakt mjekësor për me ditë sakt se ka po vinë simptomat. Mënyra më e mirë është edhe për pak minuta të bëni pyetje, por direkt në pyetje kërkoj këtë mirë kuptim me gjithë ata që janë në shoqërinë e këtij programi. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Deshta me pyet terapistin, kam problem unë me gjojnë, po edhe me midis, po me gjojnë. Me hec, për shembull një 4-5 metra me heci nën, po më shkon ka pak trupi midis hera ne herë kënej. Tani po më lodhen gojnë. Po më lodhen edhe po më djegin, tani du të me pushu edhe për me hec apet. 2 gjojt lodhen? 2 gjojt më lodhen. Edhe unë të kom pyet tyje, të kom thirr, jo në jam në Gjermani, jam të kom thirr, të kom qu fotografi, të kom qu analizat krejt, të kom qu, po më ki pas thonë s'mund me adhe s'parë, të s'moj më të bëhë kur gjatë me këqyre. E vërtet. E të ishta më të pyet edhe shka mund më konë problemi. Mirë, faleminderit. Simptomat që janë qështu bilaterale në dy andë, gjithmonë duhet një vlerësim shumë i mirë klinik. Prandaj duhet fizikisht më hardh, apo jo? E ta shumë mirë të pas në përgjigj. Fizikisht. Se ndodh kështu në shqiptarët marrojnë. Jo, nuk kanë fare se pacientat e diasporës duhet me i mirë kuptu na shumë. Edhe i mirë kuptoj për arsye se udhtojnë, nuk janë sigurt, a mos po ju mungon diçka, ka nevojë më konsultu shumë telefon me neve. Edhe shumë shpesh më thojnë blend me ty, po më me fol shqip, unë që 30 vjet jam në Gjermani, po ndoket që mjeku nuk po më kupton, a den në gjuhën gjermane çka kam, ose është qasja më e ftoftë ose nuk e di. Tash po fatkeqësisht shumë kemi problem me pacientat që vinë për diasporës, se janë këtu për një kohë të shkurtë. Ata duhemi me ekzaminu mirë fillimisht. Për shembull si vjet, të paktën disa pacienta që i kam pas, të paktën kemi mujt me ardhur deri te diagnoza e saktë, sa kanë qëndruar për një javë në Kosovë, dhe tash rehabilitimi fatkeqësisht me ose atje me shku me një klinikë ose kur të vinë prapë në Kosovë, që nuk është ideale, po nuk kemi çka me bëu, edhe tjetër për shkak të kohës edhe të udhëtimit pacientet nuk kena mujt me fillu trajtimin, se është dashur me bëu ekzaminimin e saktë fillimisht. Tash pyetjet më të vështira që i marrin çto në telefon. Çka mundet më bëu? A mundet më bëu? Edhe nuk e di. Do në recetën në telefon. Po, njerëz dojnë siguri edhe i kuptoj se kur dhem dikon të lyp një zgjidhje edhe shumë e kuptueshme ajo, edhe pse thirr dikush. Se nëse e çet vetëm pozitën e dikujna që ka dhimbje, nuk është e këndshme, ti don zgjidhje dhe ai nuk është mjek me ditë që e ke edhe përballë një pacient që ta ka bërë këtë gjë. Po. Kujtohet? E vërtet. Ka qenë një problem. Më ndryshe pak ai rast. Kështu që Blendin nuk ja u dërgojmë në diasporë, këtu e kemi Blendin, boll kemi dërguar në diasporë, specialistë dhe doktor. Kështu që po na kushton shumë kjo. Blendin e do ta mbajmë në Prishtinë edhe në Kosovë. Ku ti themi përshëndetje? Mirë se erdhët. Na dëgjoni? Përshëndetje. Përshëndetje. Cila është pyetja? Jam 42 vjeçare dhe kam shumë probleme me qafë. Me qafë? Po, edhe këtë ana shmajt në dhemë, kur quna, së dhe mos me nxes, me nëzi quna. A shkon dhimbta për gjatë dorës, a është në qafë në shumë? Po, më shkon edhe krejt dorës. Në krejt dorën, a mund është me identifiku sa të kanë dorë, a veç në përgjësi? Krejt dora kështu më pihe, edhe qafa, edhe pak edhe vejshë, një farë ushtime. Okej.
do më thonë, të pacientat që nuk mundën me identifiku saksisht se pimja e dorës ka po vjen veç në përgjithësi, edhe këtë do të më bu një vlerësim klinik i sakt. Për shembull, nëse pacienti kishte me i pas pak ma specifike simptomat, kishte mujt ndashti parafërsisht me ditë se çka ka, po përmeni edhe ushtimin në vesh, nëse s'ka bëj, edhe kjo mundet me ardh prej qafës, është shumë e shpesht, po nuk do me thonë që nuk duni me bu një konsult me neurologun ose otorinolaringologun me i përjashtu këto faktorët tjerë përveç qafës. Po, nëse këshëm pa këtë pacient, këshëm egzaminu klinikisht edhe këshëm mujtë paktën me i tregu se çka me bu. Ne kemi diskutuar këtë çështje edhe mund ndodhe ky problem edhe se si flem, ku flem, sa flem, gjumë. Nëse po flasim për kokëdhimbjet edhe ushtimin në vesh, nuk bën jasteki me qenë shumë i nalt. Për arsye se unoza e parë dhe dytë janë pak ma shumë tension edhe të bllokume në këtë pozitën nalt. Edhe në fizioterapi, kur dojmë me testu unozën e parë dhe dytë, me diferencu, e ngritëm kokën në pozitë nalt. Do me thonë, është pozitë jo e mirë anatomike për simptomat me kokëdhimbje, ushtim vesh, e këto që përhapën përgjatë kokës, nuk preferohet një jastek normal. Nëse flenin krah, me konë sa krah që me pas kokën normal, jo shumë nalt, as në shpinë nëse fleni jo jasteki i nalt, po diçka neutral, stabil për qafën kish me konë ideal. Përshëndetje, do të presim dikën tjetër. Mirë se erdhët. Deshta ta bëj një pyetje të mjeku. Patjetër. Unë kam probleme qafën, më kanë thonë që ki spondyloz. Tash desha ta pyes mjekun se si trajtohet. Okej. Spondyloza është term i përgjithshëm i ndryshimeve degenerative në qafë. Po nëse kjo është një prej problemeve më të shpeshta dhe prej pacientave më të shpesht që vinë në fizioterapi. Është diçka që patjetër që është linja e parë e trajtimit, fizioterapia, dhe mëj me të thonë që një prej metodave të vetme që funksionon me rezultata edhe afat shkurta edhe afat gjata është trajtimi me fizioterapi në këto raste, po normal që na duhet një vlerësim i saktë klinik i pacientit me pasë çka po ndodh me shëndetin e pacientit që është. Që më duhet punë, t'ja dërgoj numrin tënd të gjithë. Ta kërkoj apo jo. Pa diskutim do ta bëjmë këtë gjë. Kemi dikën tjetër, ka shumë telefonata, mundohemi natyrisht të jemi më të saktë, pak të ndjek në pyetje për të lënë hapësirë të gjithëve. Përshëndetje. Përshëndetje, një dëgjues nga Mitrovica. Po, cila është pyetja? Pyetja, kam probleme qafën, spondylozë dhe tash për momentin kam dhimbje në dy krahët. Po kam probleme edhe për pagjumësi. Tash kur s'po muna me flajt ose as në krah majt as në krah tja, vetëm në shpinë. A ki probleme lëvizje të krahut ajo? Kështu të kam dhimbje në njëjtë, kështu të ditën, në natën si ditën, po kam dhimbje njëjtë. Dhimbta nuk më hjeket, jo kështu shumë dhimbje në dhaja, po në vetë dhimbje të krahëve. Të dy krahët e kam dhimbje në njëjtë. A është për gjatë krahut, a veç afër nyjës të krahut? Që tash mu ka shfaq shumë vonë. Kush është shfaq vonë? Që besho që është koha e ftoftë, po kam dhimbje matë. Alëzën zakonisht njëjta. Sa vjeçar je? Jam 44 vjeçar. Okej, rregull. Nëse një pacient ka dhimbje natën kur pushon, po në këtë rast ku tha që ka dhe probleme me gjumë. Nëse keni probleme me gjumë, dhimbja rritet. Automatikisht. Do me thonë gjumë është një prej faktorëve që rritet dhimbja. Nuk do me thonë tash që
këtë pacient mundë me shëru të i thonë flaj ma shumë, ose me jep hapa për gjëm, po e përketësën situatën e tina që ke pa gjumësia. I kësha sugjeru me ndrejt pak higjienën e gjumit, me uqu në kohën e njejt, me flajt në kohën e njejt, mos me përdor teknologjin para gjumit, alkoholin, kafën, edhe këto sanë, do të thonë me u eduku rreth higjienës gjumit. Po nëse simptomat janë natën atëherë, shumë na duhet një ekzaminim i duhur mjekësor. Do të thonë trupi natën pushon, nuk ka arsye për me dhimbje, kështu që i kisha sugjeruar me lajmëru te mjeku për vlerësim mjekësor, patjetër, edhe me pasë pse është në 2 kratë. Po ka mundësi që është edhe rast vetëm muskuloskeletor që i përgjigjet shumë mirë trajtimit me fizioterapi, po për momentin pa një vlerësim shumë të saktë nuk mund me ditë. Këtë pajisjet e teknologjisë, telefonin, si të largojmë blend, se sa po e përmend dhe ky është problemi i madh besoj, a? Kështu një rast konkret me tregu një pacient tha, po çona shumë pe gjumit, adën dhe tha dhimbta e shputës po më çon pe gjumit shumë. Edhe na e kontrollum shputën, nuk kish dhimbta shumë e madhe sa me çu pacientin prej gjumit. Edhe u dasht me hulumtu tjetër çka, i tha kam qenë te neurochirurgu, te ortopedi, te ky. Më thonë, i patëm krejt testet e mundshme, vetëm na kishim mbet me ndihmu pacientit. Po na e pam që shputa nuk ish qatë shumë të bo problem. Po fillu me intervistu pacientin për higjienën e gjumit. Ajo unë flaj, tha të këshyr televizor, YouTube, ose të shkruj, tha, adën thash, po ti ma shumë pas ke probleme higjienë gjumit se me shputën, po kjo është rasti izoluma, për dhe thonë është një prej problemeve, edhe pacienti më ka shënu, më ka të regu që i ka marrë këshillat edhe tha s'po më del, ma tha, adën gjumi për shkak dhimbtës, po tha dhimbta ka qenë qaq e vogël, po gjumi ka qenë shumë i cekt, sa që me çu pacientin gjumi është diçka e shajt. Po mund edhe ilaçet e gjumit, unë dëgjoj rreth rrotull edhe shoqërimet që përdorin ilaçet e gjumit, në fakt nuk përdorin. Nuk është fushë ime, nuk kisha ditë që më përgjigj për ilaçet e gjumit, po ka ndodhur dikush që të ka thënë për shkakun ka pasur një problem të qafat e krau, ka ardhur tek ti e ka thënë që po më marr gjumin, më merr sepse përdor ilaç e gjumit. Normal ka pacienta që marrin ilaçe gjumit, po shpresojmë që janë vetëm me raport mjekësor, do më thonë, jo vetë, ka tjera tjera gjana që mundën me ndihmu në gjë më të mirë, që janë këto më të thjeshta që nuk janë ilaçe. A i rekomandon ti nëse të telefonon dikush në orën 12 natës, të duhet pak më qestu, duhet të flej gjumë, edhe nëse do vi te klinika jote, kanë këtë një shqetësim, i rekomandon ti ndonjë ilaç për shembull? Jo, qetësues apo jo? Jo, nuk mundem se fizioterapeut me rekomandu ilaçe. Pat zakonisht këtë do të me bo diferencimin shumë të mirë profesional. Po besoj ai ka ardhur tek ti, po e ka përdorur, megjithëse ke thënë mos me përdor, e ka përdorur. Zakonisht unë nuk ju them mos me përdor ilaçe pacientave, për arsye se për shembull, nëse dhimbta po e streson pacientin, nuk po e lën me flajt rahat. Atëherë pse mos me marr afat shkurt një ilaç që ja ka shkru mjeku për me bo gjumin ma të mirë. Kur bo gjumin ma i mirë, është rikuperimi ma i mirë, edhe të nesrit pacienti është ma mirë, se ka flajt ma mirë. Do më thonë, na se fizioterapeut nuk jemi kundër ilaçeve, kundër injeksioneve. Kjo është pjesë dhe ajo trajtimit. Të rekomanduara edhe me një plan afat gjatë, që ka me bo mas nejë. Jo vetëm për momentin. Po, për momentin. Qetësohemi. Mirë, besoj telefonatën e fundit, ka shumë telefonata dhe mesazhe të pamundur. Do ta presim tani, duke na pritur. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Cila është pyetja? Mirë se ju gjem, jam një 52 vjeçar. Deshta me pyet doktorin kom pak mbirje të krave ma shumë të qafës. Ma shumë të qafës, kom dhimbje pak. Po pas një kohë më ka lënë kështu kur të kërsas qafen mojtas edhe djathas, e ndi një fash lirimin kështu. Edhe
prej nyëv dhe i te gishtat unë pijen, po jo mi operu prej gjandrave teroidet, do teroidet nuk e kam, edhe jam punëtori arsimit kur të rri ma gatë, kështu kur të shpjegojmë koma e majt prej kukës deri tek gjuri, kështu mrapa, tulli mrapa, mbihet nga një herë kështu. Nuk e di pse, pres përgjigje, doktor. Mos ju marko, faleminderit. Për punëtor të arsimit do të me pas shumë respekt, se i edukojnë gjeneratat e arshme. Tash të pëndalëm të qafa fjallë të kyqe mundëm me tërhek që me artë të diagnoza. E tha vetë pacienti mpirje, dhimbje e qafës e kraut. Pa dyshim që do të me bo një vlerësim klinik për unazat edhe nerva që dalim prej qafës në krah. Dhe më thonë janë simptoma tipike që i përshkruan pacienti kur ka probleme me krah nga qafa. Ndërsa për problemet që i pat në shtëpinë, kur rrin shumë kohë, edhe ato do të me bo një ekzaminim të sakt, apo vim prej fund shpinës, apo vim prej pelvikut, dhe më thonë ku është prek ky nervi i famshëm sciatik mrapa, apo është muskulare, nervore, apo prej shpinës, dhe më thonë këtë diferencim duhet me bu. Për momentin, simptomat poshtë e shpina, ishtë dasht edhe ato me i vlerësua, me i kontrolu, që me i najtë gati me kohë, dhe mos më ulan me u përketsu, po me shku të mjeku, dhe me fillu trajtimin e duhur. Sa ko zjatë trajtimi, për shembull, deri në një përmirësim 100% nëse ka? Po, kjo është që thojnë pyetja për 1 milion euro. Nga fundelash. Çdo rast është individual, asnjëherë nuk mundem me ditë. Varet nga personi. Po, varet prej shumë seneve, se kisha pas qef me spjegu sta në detaj. Po. Nëse ke je person me shumë stres, pa gjumësi, pen alkohol, pen duhan, e ki ushqimin shumë dëp, s'ki pas kur aktivitet fizik, nuk është rikuperimi yt i njëjtë, sikur një pacient që nuk pen duhan, alkohol, nuk është qatë shumë i stresum, flen mirë, po e ka një dhimbje. Domethënë këto dallojnë. Tani edhe vlerësimi klinik dallon shumë, edhe pe gjendjes të pacientit. Ka raste ku në shikim të parë dokën të lehtë, as gjatin ma shumë, edhe ka raste më ka ndodhur kur simptomat që janë duk të rënda fillimisht janë përmirësu shumë shpejt, që më kanë korrekt me krejt pacientat, po më rëndësi është me u bo një plan edhe një vlerësim, do më thonë me matë progresin, me pas me qka me matë progresin. Se shumë shpesh vinë pacientat të ëne prej krejt vendeve, edhe po unë kom bo fizioterapi edhe kanë kalu 10 seansa, adin që kanë bo dikun tjetër edhe së më ka kalu, po me qka e ke matë të progresin, a je ma mira ma keq. Na nuk mundu me lanë me kalu 10 seansa edhe mos me pas progres. Dhe më thonë, na i qesëm qëllimet, e shohëm qka po dojna me mri, edhe e matim progresin sakt. Nëse nuk ka pacienti progres, ndalojmë edhe referojmë në vendin tjetër të mjeku, ose e ndrojmë strategjinë e rehabilitimit, ose e shohëm se pse nuk po përparën pacient. Po ndihesh më mirë me këtë pyetje tek ne, apo me ato pyetje që ti bëjnë ty dhe më pas bën ato videot që janë shumë interesante, mund të ndjek. Dhe për gjithë ata për shembull, që janë duke na ndjekur tek mund të shkojnë tek Instagrami Blend Bytyqi .fizio dhe gjeni aty ka video shumë interesante me këshilla interesante. Unë të ndjek aty. Po, faleminderit Max. Edhe po ecën po dhezin, si thuhet këtu në Kosovë, po dhezin këto video të tilla. Je bën një influencer në këtë rast. Kemi shikueshmëri shumë. Vjen me është edhe mirë edhe keq. Një pej problemeve kënë se unë kom qef më vej shumë thjesht edhe me dalë që ashtë në trener kanë shorca edhe kur dalë do me thonë qytet dikën kanë erë jem për ushtrimeve me kejt roba sportive me sportive më nalin jeshtë në rrugë adin me më pyt diqka është pak po do me thonë me qenë të kjartë neve puna
na ka pru punën që thojnë Po, në shumë popull, edhe pa, nëse nuk kemi pas pacienta me Ne doktorat rezultate... të punëtorë si marrim, shikot nga Po. mesazhe, telefonatat. Po, tash normal që për neve marketingu më i mirë është me i ndihmu pacientit, se nëse Maksi del i knoqën kam i tregu krejt 21-shit me ardh, po nëse nuk është dal i knoqën atëherë e këshëm pas shumë problem, po jam mundu me i eduku njerëz se dhimbja është shumë e keq kuptume në Kosovë, do më thonë nivel ekstrem. Sa e patëm një diskutim me një kolektimin që kishon nga Gjermania, tha, këtu kejt pacientat ishin shumë pak ma ndryshe se i kishtë thonë kirurgu, mos bë fizioterapi se dëmtohesh, mos bë lëvizje se kështu, mos bë ato. Na jena mundu me ndru edukatën e pacientit në qëtë aspekt, adin se krejt menojnë që sa ma shumë pushim është e barabart me jetë pa dhimbje. Adin që to duhet me largu kështu si koncept Jemi komplet. në fund, për gjithë ata me që folën dhe për videot, edhe në faqen e RTV News janë një video shumë interesante që shpesh shkëputën edhe me Blendin, mund t'i keni aty, por dhe në Instagram, me komplet intervjisën e keni në official në YouTube, në Radio Televizion Jezenia. Faleminderit shumë Blend, punë të mbar, faleminderit që i gatshëm sa herë të ftojmë, besoj kemi me dhënë shumë këshilla interesante sa. Gjithsesi.